Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Me lenin Allahu azza wa jall do ta shohim edhe disa pika se si pejgamberi Allahu azza wa jall I trajtoi hipokritët në periudhën e tij. Normalisht që ky mësim nuk ka mbetur vetëm se për atëherë, po ky mësim është deri ditën e Kiametit për secilin për neve. Një prej pikave që pejgamberi e veproi kundrejt hipokritëve ishte se pejgamberi Allahu azza wa jall I përshkruante ose do thotë I zbulonte përshkrimet e tyre dhe cilësitë e tyre, po nuk merri ose nuk fokusohej te emrat e përveçshëm të tyre. Do thotë që pejgamberi sallallahu I përshkroi cilësitë e tyre dhe I tregonte se cilat janë përshkrimet e tyre. Mirpo nuk e kishte fokusin e plotë te emri I përveçshëm se filoni është hipokrit apo disa prej tyre janë do thotë hipokrit. Kjo e tregon se njeriu duhet të pas kujdes kur gjykon për dikant për shkak se ne gjykojmë bostjashmë ose ne gjykojmë me të mbreshme. Për të mbreshme gjykon veç Allahu subhanahu. Pejgamberi nuk merrej me këtë çështje, po merrej me përshkrimet e tyre. Për shkak se mbetja e përshkrimeve të tyre tregon se ka më mbet deri ditën e Kiametit e njëjta gjë, jo vetëm se për një periudhë, jo vetëm se një çast, pa ajo do të mbetet deri ditën e Kiametit me lejen Allahu subhanahu. Unë e përmenda dhe më herët se pejgamberi I ka ditë disa prej emrave. Allahu subhanahu I ka treguar se kush është hipokrit mesin e atyre që kanë qenë prezent në atë periudhë, apo mesin e sahabëve, nëse thuhet se kanë qenë gjenerata e tij, mirë po ka pas prej tyre që nuk I ka ditë. E kjo nuk do me thonë se ata nuk I kanë njoft, për shkak se I kanë ditë përshkrimet. Ai I cili ka pas ato përshkrime, ata e kanë ditë që ky person është I thellum hipokrizi. Dhe mund që qëtë do thot me siguri hipokrit I kullum. Allah subhanahu thot: "Walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum." Ta sikur ne të dëshironim, do t'i tregonim ty gjithë ata me emrat përveçshëm. Kush janë ata? "Wala ta'rifannahum fi lahni al-qawl wallahu ya'lamu a'malakum." Mirpo, ju do t'i njihni ata sipas shprehjeve të tyre. Ata njihen shumë lehtë. E shef atë që e fol, atë që e bisedon, atë që e trajton, atë që e cek që e ka si perceptim, si mendim, këtë formë do t'i dalloni ata shumë lehtë. Allahu I di veprat e tuaja. Do thotë që Allahu xhel qartë na bëri me dije se hipokritët dallojnë shumë lehtë. Nuk ka diçka filozofi për mos mu dalluar ata. Ata e shprehin me gjuhën e tyre. Nganjëherë mund që ta fshehin kufrin e tyre, edhe hipokrizinë e tyre, e fshehin, ata mundon. Mirpo kur vjen një situatë e caktuar, ata pëlsasin se nuk mund që durojnë. Edhe e nxjerrin hipokrizinë e tyre në shesh. E Allahu subhanahu I tha pejgamberit Allahu subhanahu, siç e përmendën në këthirin komentin e këtij ajeti, thotë Muhammed, tha ne sikur dëshironin do t'i tregonin gjithë ata me emra, filoni dhe filoni, mirë po megjithatë Allahu subhanahu deshit që t'i mbuloj robërit e tij. Dhe njerëzit gjykojnë sipas jashtmës e mos gjykojnë sipas mbreshmës, për shkak se gjykimi me zemër ose gjykimi sipas zemrës I mbetet veç Allahu subhanahu. E ti o Muhammed e ke shumë lehtë që t'i dallosh ata. Me gjuhët e tyre, me niyetet e tyre ose me gjuhët e tyre e shprehin qëllimin e tyre, synimin e tyre, dëshirën e tyre. Është shumë lehtë është për mi dallu ata, sepse ata nuk mund që ta fshehin vazhdimsi, paqëtër do vijë një rast ku ata do e shprehin atë hipokrizinë që e kanë do thotë në zemrat e tyre. Edhe sahabët, edhe pse nuk I dinin hipokritët me emrat e përveçshëm se kush është filoni, I biri filoni, mirë po I dinin cilësitë e tyre, edhe përshkrimet e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj thoshte Abdullah ibn Mesudi kur folte për namazin me xhamat. Thoshte Abdullah ibn Mesudi që në kohën tonë nuk ka pas mundësi për me hik dikujt namazin I sabat e namazin I jacis me xhamat. Ai I cili nuk ka ardhur me fal namazin I jacis dhe namazin e sabat me xhamat, e kemi ditë do thotë që është hipokrit, I njohur për hipokrizinë e tij. Ka'b ibn Malik kur folte për rastin e Tebukut që vet nuk doli, kur dolën gjithë ata që erdhën vetëm se ata që ishin të sëmur, edhe dop edhe mbetën disa prej hipokritëve. Thot Ka'b ibn Malik kur dilshan në Medinë, edhe I shikoja njerëzit që kush janë ata që kanë mbet në Medinë, tha hante ndërgjegja për brenda. Se shikon mundsi ata me dal, unë me mbet, tha e shehja se nuk janë përveç ata që janë smut, që kanë mbet me leje, dhe ata që kanë qenë njohur me hipokrizinë e tyre. E ata I kanë ditë do thotë në përgjithësi këto cilësi, edhe I kanë ditë përshkrimet. Andaj unë e përmenda. Abdullah ibn Mesudi pason sot me na paspon neve, se sot dalim ne në sabat, sot dalim jaci, Allahu subhanahu di se çfarë gjykimi kishte me pas për neve. Po flas me xhamat, mos flasim për ata që nuk e falin fare namazin. Normalisht mbulimi I tmetave të tyre edhe gjykimi mbos të jashtmës
është ajo që Allah subhanahu do thotë thjesht ta përçon një mesazh se urtësia e Allahut është e madhe. Dhe urtësia e Allahut subhanahu është e plotë për shkak se sikur njerëzit i dinin me emra të përvetshëm do bëhej kaos. Normalisht që njerëzit do kishin me luftu mes vete dhe do kishin me uzon mes vete dhe zënka dhe probleme e kështu me radhë. Sidoqoftë, Allah subhanahu e përmendi surat at-Tawba, surat al-Munafiqun, surat an-Nur, surat al-Baqara, surat an-Nisa, surat al-Ahzab, e shumë do thotë vende tjera. Diku 17 sure janë sure që në te përshkruhet cilësia, përshkrimi i hipokritit. A shumë me rëndësimi ditë për shkak se ata kanë qenë në atë periudhë, kanë vazhduar më pas janë edhe sot, edhe do janë deri ditën e Kiametit me lejen e Allahut azza wa jall. E andaj nëse ti më rishikon gjitha këto sure, çka kemi më thonë natëre për gjithë këta gazetarë, e artistë, e intelektual, disa prej tyre, të cilët na shajnë, na ofendojnë, edhe flasin keq për Islamin, a pretendojnë që janë musliman? Pretendojnë se kanë Islam? Kur i shef, ata thonë që jemi musliman? Edhe nuk e mohojnë Islamin e tyre hapta se mirë, por realisht e luftojnë Islamin me gjitha format e mundshme, me media, me fjalime, me tubime, me shkrime, me libra. Hipokrit, kollum të rrezikshëm në petkun e Islamit mundon madje të ndryshojnë tekstet fetare. Kërkimi i rishikimit teksteve fetare është një prej cilësive të tyre. Pastaj në media shumë me gazetarë për çdo ditë se si na sulmojnë, i sulmojnë rritet e Islamit, e sulmojnë bulesën, i sulmojnë xhallarët, i sulmojnë do thotë gjithë ata që pak shfaqin vetari, edhe ndoshta e ngrenë zërin pak më tepër, edhe flasin diçka më tepër për Islamin. Këta persona sado që pretendojnë Islam, një person i cili e shon rritjen e Islamit është kufër. Ata janë hipokrit kollum. Mirë, po megjithatë kemi njerëz të cilët u besojnë fatkeqësisht, edhe i lexojnë, edhe i shkojnë pas prej muslimanëve. E kjo është më e rëndë dhe kjo është më e keqja. Prandaj pejgamberi kur i përshkroi atë i përshkroi me disa përshkrime. Unë i përmenda fillim të ligjëratën e parë kur fola për përshkrimet e hipokritëve. E përmenda që Allah subhanahu ka përmend në Kur'an, në shumë sure, i përmenda vetëm sa ajete. Tash do i përmendë disa prej përshkrimeve që pejgamberi i përshkroi do të thotë në hadithet e tij. Një prej përshkrimeve që e përshkroi pejgamberi është se ata kanë shumë dembeli dhe kanë shumë përtacin veçanti për namazin e sabot dhe namazin e yatsis. Këto dy namazi kanë problem. Pse do ta shohim tash hikmetin me lejen e Allahut? Pejgamberi sa më tha nuk ka namaz më të vështirë për hipokritin se sa namazi i sabot dhe namazi i yatsis me xhamat për vlas. Sikur ata ta dinin shpërblimin e namazit sabot dhe namazit yatsis do kishin me shku në xhami duke qenë edhe zvarr. Ibn Rajab thotë, pse pejgamberi Allahut azza wa jall e veçoi sabon dhe yatsin? Pse nuk tha për drekën, pse nuk tha për ikindin, pse nuk tha për akshamin? Ibn Rajab thotë, Allah azza wa jall kur i përshkroi ata tha wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kur ngriten për me fal namazin, ngriten me përtasi. Sa për mu duk në sytë e njerëzve, dhe ata nuk e përmendin Allahun shumë pak. Ibn Rajab thotë, pejgamberi Allahu te jelle ka pas traditë që sabon ta falë më një herë. Kur ka hik koha hakimit, atëherë është tërë. Yatsin e ka vënu. Ashtë sabon dhe yatsi janë falë tërë. Edhe nuk ka pas drita sikur se tash. Ka pas lompa ose farë dhe nuk ka pas ndoshta lompa, diçka më të vogël ose ndoshta edhe hiç. Kanë shkuar kanë falë mirë, po kush ka prezantuar? Kanë prezantuar ata që kanë qenë besimtar, që kanë dashur përblimin e Allahut, pavarësisht ai po dikush apo jo. E hipokrit për shkak se mos i shohin, për shkak se nuk i shohin njerëzit. Nuk shiten në sytë e tjerëve, nuk i ka po pejgamberi Allahut, atëherë nuk kanë dalë një cill, nuk kanë dalë në sabah. Kjo ka qenë arsye. E prandaj ka thonë pejgamberi për hipokritin më e rëndë është namazi i sabot edhe namazi i yatsis. Andaj duhet të pas besimtari kujdes. Që namazin me xhamat ta fale, me xhamat në xhami. Mos të rrihen në shtëpinë e tij. Pavarësisht dispozitave që është as sunet i fortë, as obligim, mos të kishte qenë obligim atëherë nuk kishin më ndërtu edhe xhamit. Po edhe sunet çka ka lidhje? Sunet i fortë preferohet me dal. Shpërblimi është i madh, të mirat i ke shumë, shlyhen gjunat, shtohen të mirat, ngriten gradat, e shumë të mira tjera. Sidoqoftë. Po ashtu prej cilësive tjera është vonesa ose vonimi i namazit deri në kohën e fundit. E ke pa nuk e fal namazin, një dreka, nuk e fal deri dakikën e fundit. Ikindia deri dakikën e fundit. Sabon e prit deri në fund, më para se me lind modilli. Ikindin para se me perëndu dielli. Ti çuditë shaka kur gjo nuk rrin telefon. Asnjë punë kur gjo nuk ka që ka harruar ose e ka zonë xhumi. Arshetohet me një farë arsye. Mirë pa ai person thjesht për çef, për tas. Demel. I vjen mërzi. E pejgamberi sa më tha, ky është si sot Enes ibn Malik se dëgjoi pejgamberin duke thënë, ky është namazi i hipokritit, i cili nuk e fal namazin derisa të fillojë dielli që të ngritet. Edhe atëherë tha pejgamberi sa
e pret diellin derisa të arrijë me zbrirave të shejtanit, edhe kur e shef se ka arrit në atë grad, në atë nivel, atëherë ngritet shpejt, i fal 4 rekate shumë shpejt, nxiton, edhe nuk e përmend ta Allahun azza wa xal shumë pak. Këto dy bri që i ka përmendur, ose brit e shejtanit që i ka përmendur, pse çka nuk kupton kjo. Disa brit dietarëve e kanë marrë hadithin, kanë thonë që kjo e kanë marrë do thotë sipas asaj që është reale, drejt për drejt komentimi i asaj, se shejtani do thotë del ose është afër, që do afër diellit, se në periudhën e perëndimit diellit edhe lindjes diellit e realisht ka njerëz të cilët e adhurojnë shejtanin. Ata që adhurojnë shejtanin i bien seshë në periudhë. I bien seshë në periudhë. E shejtani dëshiron që ata që i bien Allahut në sejdë, njerëzit mendojnë se realisht ky adhuron shejtanin e jo Allahun subhan. Prandaj ja hieshon atë vepër që ta vonojë namazin sa më shumë që të vihet deri në atë kohë ku i thartë e tij adhurojnë. Disa kanë thënë që qëllimi këtu është, nuk është do thotë i drejtë për drejt kuptimi, e ka një kuptim tjetër që është alegorik ose figurativ, që qëllimi është që shejtani ja zbukuron, edhe e shtyn sa më shumë që ta vonojë namazin e tij, me qëllim që t'i humben shpërblimet edhe ndoshta t'i ikë edhe namazi krejtësisht dhe ta zoj namazi tjetër. Andaj duhet me pas kujdes, se këtu për qëllim është namazi i kindis, perëndimi i diellit. Personi do thotë e vonon derisa të perëndojë dielli, ai e sheh me sytë e tij diellin që ka filluar më perëndu, edhe fare nuk mërzitet për atë. E kjo normalisht që nuk i ka hije një muslimanit edhe nuk lejohet me vonu deri në atë periudhë pa arsye. Prej cilësive tyre është gënjeshtra, thyerja e betimit edhe po ashtu të tradhtia. Këto cilësi janë do thotë cilësi që i ka do thotë hipokriti. Përmes se më një ditë që transmeton Ibn Rejla tha, shenjat e hipokritit janë 3. Kur flet, gënjen. Kur premton, nuk e mban premtimin e tij. Kur i besohet, tradhton. Kur i besohet, i lihet diçka amanet, nuk e mban amanetin e tij. Me një ditë tjetër që transmeton Abdullah ibn Amr, tregon se përmes se më ka thonë ai që i ka këto 4 tipare, e realisht është hipokriti kullum. 4 tipare i ka të vazhdueshme, ky është hipokriti kullum. S'ka të dyshim. Kurse ai cili përshkuhet me njërin prej tyre, e ka një prej cilësive të hipokritëve derisa ta praktikojë atë. Ka mundsi dikush nuk është hipokrit. Mirë, pa e ka një cilësi të hipokritëve, po nuk do të thotë që është hipokrit. Nuk gjikohet me një cilësi për personin që është hipokrit. Po thuhet që ka një prej cilësive, derisa ta praktikojë, derisa të pendohet edhe ta ndryshojë veten e tij. E para, përmes asaj ta kur flet gënjen. E dyta, kur premton, nuk realizon. E treta, kur i besohet, tradhton. E katërta, kur polemizon, bëhet vulgar. Bëhet vulgar do thotë pëlqet. Polemizon me të, diskuton temë, e shef që menjëherë fillon për me shoh. Menjëherë fillon do thotë për me ndryshu. Edhe anon do thotë ka e kota pa pas nevojë. Thjesht veç për inat. Edhe bëhet vulgar. Nuk ka mundësi për me qëndru, do thotë me diskutu, do thotë njeriu me rati. Këto 4 cilësi kush i posedon, nëse i ka 4 këto, të vazhdueshme, ai është hipokrit i kullum. Kush e ka njërin prej tyre, ai ka vetëm se një prej cilësive të hipokritit. Po ashtu, prej cilësive tjera që i përshkruaj përmes hipokritët, ata nuk kanë rrugë drejt, nuk kanë fetari qartë. Edhe po ashtu nuk e kanë kuptimin e fesë thellë. Përmes se më tha 2 cilësi nuk bashkohen te hipokriti. S'ka mundsi. Fetaria e drejtë, do thotë rruga e drejtë, ai person e ka marrë një rrugë drejtë, qartë, rrugë e stabilitetit, devotshmërisë. Edhe cilësia e dytë është kuptimi i thellë në fenë Allahut xhel. Ky person i cili është hipokrit, nuk ka mundësi me gjeti që ka fetari dukshme të qartë. Ndoshta mund që qetë me fetari sipërfaqësore, që ka mjekër, ka fetari duket që është fetar, mirë, po megjithatë nuk ka kuptim në fe. Prandaj dy nuk mundet për me bashku. Ka mundësi me pas njërin kuptimin e fesë, mirë, po aty ka gabime, prandaj edhe jashtme e tij është katastrofë. Këta persona nuk mund që tek ta nuk bashkon këto dy cilësi. E personi i cili ka një huritet, mundet me gjuhën e tij me shpreh, ka informacione sa dush, ama realisht zemra e tij është bosh. Zemra e tij është e zbrast, zemra e tij është e devijuar. Dija e tij nuk ka deportuar deri te zemra e tij. Po ashtu prej cilësive është luhatja, nuk janë vendosur. I shef që janë pa vendosur, edhe luhatën shpesh. Prej aty shkon këtu, prej aty shkon këtu. Dhe po ashtu i shef që janë vazal. Vazal do të thotë persona të cilët shkojnë pas qerve pa në këtë rast si ta kanë interes. Vazalitet do thotë i qortum.
Mirë po, realisht nëse ti je vazan ndaj dikujt i cili është për hajër dhe për të mirë dhe realisht është dobin e fesë tënde dunjos tënde tamam. Ama këta janë vazal për të keq, për sherr. Tha pejgamberi sa siç e transmetonin Ibn Omeri hadithin, shembulli i hipokritit është sikur se shembulli një dele e cila nuk di se kaç janë bojet, e cila kupe, a tek këta apo te ata. Nuk e di. Kjo dele e shef, o kështu, edhe hipokritët janë një. E shef herë që ndron me muslimanin me besimtarin, thot unë jam me juve. Pas një periudhe shkon te qirë, te jo besimtar, të ngjashmit me ta, thot unë ata i kam gënjy, son jam me juve realisht. Unë nuk kam mbajt do thot me ata. Këta persona kur i shef që nuk janë stabil, edhe i shef që janë vazal, kjo është një prej cilësive që e kanë hipokritët. Po ashtu, Sura Tobe është e mbushur me damaskimin e tyre. I kemi përmendur disa prej tyre. Po ashtu pejgamberi i paralajmëron të hipokritët. Është shumë interesant. Pejgamberi i paralajmëron të hipokritët, edhe dilte haptazi. I paralajmëron të hipokritët në hutbët e tyre ose hutbët e tij që mos i lëndojnë muslimanët dhe mos i ndjekin të metat e tyre. Ndjekja e metave të muslimanëve dhe lëndimi i tyre nuk është si besimtari. Për shkak se realisht besimtari është me besimtari ashtu sikur se një trup, edhe i dhan nëse dikush preket. Kur besimtari i përcjell i lumton të metat e tjerëve, edhe dëshiron që nëpërmjet atyre ta sulmon, ta lëndoj vllavën e tij musliman, kjo lëndon që ai ka problem. Prandaj një ditë prej ditëve siç e përmend Abdullah ibn Omeri, tha pejgamberi Allahu xhel hipin minber. Edhe ngriti zërin e tij dhe tha: "O ju musliman. O ju musliman, ju që keni pranuar Islamin me gjuhët e juaja. Mirë po imani ende s'ka deportuar në zemrat tuaja. Do thotë që ju e shprehni shahadetin, edhe shprehni Islamin me gjuhët tuaja, por realisht imani s'u ka prek në zemër. Se sikur imani ti prek në zemrat tuaja, ju nuk kishit me umor me qetë, as me lumtimin e të metave qenë. Po ju kishit për me qëndru edhe me umor me veten tuaj, sepse ket meta sa dush plot." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha mos i lëndoni tha besimtarët, edhe mos i qortoni ata për të metat e tyre dhe gjunohet e tyre, tha dhe mos i përcjellni, mos u lumtoni pas të metave të tyre, të cilët i dini apo nuk i dini, sepse ai i cili përcjell të metat e vëllait të tij, Allahu do t'ja përcjellë të metat e tij. E kujt Allahu ja përcjell të metat e tij, Allahu do ta demaskojë qoftë ai edhe brenda 4 murave të shtëpisë së tij. Edhe nëse ti qëndron brenda shtëpisë tënde, edhe nuk del hiç, Allahu ka për me t'i shfaqë gjithë ato të meta që i ke, nëse ti merresh me të metat e muslimanëve. A ka mundsi kjo? Ka mundsi. Po sot është edhe më e lehta, ti tan ditën mirësh me internet me musliman. Tan ditën se ka mundsi për shpjestoni nuk del hiç, njerëzit as nuk njohin, as farefisiot nuk njeh, as komshit e tu nuk njohin. Asnjë. A më mirësh me musliman non stop. Ky kështu, ai kështu, ky kështu, ai ka bë kështu, ai ka bë kët, ai ka bë kët. Thot vallahi o gjës muj me net. Vallahi balloj të uzov se mujtësh me net. Se Allah subhanahu thot unë kam tabiat, po çfarë tabiati është ky? Kjo nuk është edukat. Kjo është tabiat i keq. Është lësin ti mu marr me shpreh gjuhën tënde me shku tan ditën me bë muhabet, edhe me bë kibet edhe me bërë fjalë. Po kjo nuk është normale, më kupton. Ku janë të metat e tua, ku janë gabimet e tua? Ku i ke ato? Ka melaçi, nuk i melaçi ki gabime plot, merr ato tuat Allah. Merr se ki plot, merr me to, pastroj veten tonë. Pastroj shpirtin ton, pastroj familjen tonë. Mos u merr me qirr, mos u merr me të metat e qirrëve, mos u merr me gabimet e qirrëve. Nëse ti pja do të mirën dikujt, shko këshilloj. Bando për ta. Ama mos shko ti me fol, me kallëzu se ti i të e përgzu di kam për diçka të mirë. Ti përkundrazi, i të e poshtru një musliman, i të e përbuz, nëse ti e ke qatë qëllim, edhe qatë një jetë, ti e që Allah së që ka me të përbuz, vëllaj. Allahu ka me të nëzirë çdo të me që e ke në shësh. Antaj muslimani, ose për muslimani kërkohet që ti mbuloj të metat e ti, e mos t'i shpalose. Prandaj Allah së që tha, inne ledhine ju hibbune, en të shia l-fahishu fil ledhine amenu, lehum adhabun elimun fit dunja wal akhira, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ata që duan që ta shpërndojnë të keqen në mesin e muslimanëve, dhe ti lëndojnë ata do kenë dënim dhe shumë dunjë dhe në ahiret, Allahu e di dhe ju nuk e dini. Po shumë për shembull ndaloj që ti lëndojnë edhe sahabët, se ata i lëndonin sahabët edhe flisnin. Transmeton Ebu Mesud el-Bedri, tha pejgamberi na urdhëroi që qofi sadaka. Na ata ishim hamal është domthon personi i cili mban sene, shkon do thot ngarkon edhe shkarkon, pagut, punëtor. Tha edhe shkoi Ebu Akili, e dha gjysmë sa pak, një kilogram e diçka orese ose pasulës, çashtu thuj diçka pak. Disa kilogram pak, s'ka pas, çaq. Qetëri javë tha dha më shumë. Kur e pani hipokritët, për këtë parin than,
Allahu nuk ka nevojë për sadakën tonë, për çato 10 denar tuat, për 10 cent, 20 cent tua. Allahu nuk ka nevojë. Shikoni se si shtin fesat. Edhe si ndëshojnë jetën. Flisht. Tha Allahu nuk ka nevojë, pak janë ato. Pak, a shumë, a pranon sa jetë kanë, sa ditë kanë, që Allahu subhanahu wa pranon sa do më kon pak Allahu e rrit. Kurse për atjetrin thon, ky jo. Ky ka vepruar sa për mu duk për para njerëzve. Ata e kanë smuje këtë. Vet. Që ata kështu mendojnë, se njëri ashtu si mendon edhe gjykon. Ka problem. Edhe Allah subhanahu zbriti ajete tha alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat. Tha ata që i përqeshin besimtarët, të cilët shkojnë vullnetarisht japin sadaka. Walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum. Kush ata që tallen me ata që kanë shku kanë dhënë sipas mundit tyre që kanë çaq, më shumë s'ka. Çaq punon, çaq jep. Kam pasuri jap çaq. Allah subhanahu tha ata tallen me ta, Allahu tallet me hipokritët. Walahum adhabun elim, dhe ata do të kenë dënim shumë të rënd. E keni pas zakonisht çështjet e xhamive, çështjet e punëve të mira, çështjet e davetit në përgjithësi. Ata nuk e duan të mirën, edhe nuk duan me pa të mirë. Kur japim për xhami, pse po ja për xhami? Ka mundsi për me dhon diku tjetër, po mirë, na nuk shikoni. Shteti merr tatim. Shteti ka obligim mi ndërtu xhami, ato mi ndërtu shkollat, mi ndërtu spitalet, mi ndërtu gjërat të cilat janë nevojshme për njerëzit, për shkak se njerëzit japin tatim. Çfarë tatim ti shka e pagun, ti do me pa ku po shkon. Sa ata pagun me tatimet e tona, edhe marrin rroga si me tatimet e tona. Edhe ata kanë obligim me bë projekt, edhe me menaxhu situatën, shkash në shtet ose në qytet ose kudo, me parë dhe tona. Ti ja beson, ja jep, edhe ai ka obligim. Unë nuk e kam obligim me shku me ndërtu xhami, me ndërtu në fakt spital. Mi po xhamit nuk ndërtohen për shtetit, për shkak se shteti është laik shembull, pa e marr me siguri se të na. E kush i ndërtojnë besimtarët vet. Mirë, çka të pengon ty nëse unë ndërtoj xhamin? Çka të pengon? Ai nuk e ka qëllimin te spitali. Vallahi se ka. Ai ka qëllimin se nuk do me pa minare. Ai nuk do me pa xhami, ai nuk do me pa musliman. Ai nuk do me pa njerëz që i binë sejdë Allahu xhel. Ai nuk do me pa njerëzit të cilët dalin prej xhamis pasi që kanë krijuar mos. S'dojnë. Edhe kur shohin që ka shumë tek i pon media se e bojnë. As bëhen madhe, shumë njerëz i po shkojnë. Populli jon po devijon për shkak se kursi jon nuk është kështu, ne duhet me shku kështu, ne duhet me shku ashtu. A normal nona që të shef drogën, e shef alkoolin, e shef zinon, e shef pedofilin, kreti shef nuk i kanë problem me to. Hiç. As që bisedojnë, as që trajtojnë. Se s'ka problem, se veç janë tim, fliqt, flisir. Se nuk mundet ai me qenë i pastër. I fliqt. E pot i kanë hongër edhe fëmijët. Ja kanë hongër mishin e tyre, e kanë pi gjakun e tyre. Kanë bën marrëdhënie me fëmijë. A ka dal dikush me mua ato? Asnjë. Ama kur ashim pyetje te xhallah, kur është pyetje te musliman po. Lajmi i parë vot. Lajmi i parë media. Këtë mediat e morrin në çeshi. Pse është interesi i tyre. Ata nuk e duan të mirën. Prej ku po merr xhamia? Si po financohet xhamia? Po i lëmë hajde. Po kush ka më dhënë musliman? Besimtar. Njerëzit e duan xhenetin, be duan bekedin, be duan xhamit. Alhamdulillah. A motiv se nuk e do nuk duan që qertë janë çashtu. E do thotë që këto janë cilësitë e hipokritëve. Këto janë lojra tyre dhe ata i luajnë këto lojra, ndaj nuk duhet me ran kurthat e tyre. Allahu na rujt. Pejgamberi sasem ka pas raste nganjëherë i ka shpalos disa prej tyre me emra të përveçshëm. Është interesant. Në sens jo, po nganjëherë ka pas raste kur i ka shpalos. Ta shumë i cilë raste. Aisha thot, hyri tonë pa mëse një të brejtëve, më tha, oj Aisha. Tha çfarë mendon tha filani dhe filani, tha, nuk e njohin tha fen ton. Filani dhe filani nuk kupton që ata diu se kush janë, filani. Nuk din prej fes ton kur gjë hiç. Thot e Leith ibn Sa'd, ata dy burra kanë qenë për hipokritë, kanë qenë të njohur. Pejgamberi i ka emërtuar ose i ka treguar me emra të përveçshëm. Xhabir ibn Abdullah tha pejgamberi kur vinte për udhimit, në një prej udhimeve, edhe ishte afër Medinës, erdhi një frym shumë e fortë. Një frym e fortë derisa dhe kalorcin kishte mundësi për me rrezull tokë. Çat shumë e fortë. Dhe tha pejgamberi tha Allahu e dërgoi këtë erë për shkak të vdekjes së një hipokriti. Dhe ashtu ndodhi në Medinë, realisht kur hyri pejgamberi kishte pas vdek një për hipokritëve të mëdhenj. Ai ishte Zeid ibn Rifa'a, i cili ishte hipokrit, çifut prej Beni Kainuka. E kishte pas pranuar Islami shkaku i frikës vetëm se publikisht. Mirë po jo do thotë realisht që ai kishte pas pranuar Islamin me zemrën e tij. Selamet ibn al-Aqwa tha kur pejgamberi ose shkuam me pejgamberin ta vizitojmë një burr,
Tha e dova dorën taj, tha temperaturë e madhe shumë, zjarr. Edhe atëherë i thash, pasha Allah, nuk kam po temperaturë zjarr sikur se sot. Pejgamberi Allahu xhel tha, a t'ju tregoj për një nxehtësi e cila do të qetë shumë e madhe se sa kjo ditën e Kiametit. Tha këta dy kalors që po kthejnë shpinën, do e kenë këtë temperaturë ditën e Kiametit. Dy persona që kanë qenë hipokrit, qartë, pamesëm tani u tregoj atyre, pse ata i kanë ditë me përshkrimet e tyre. Ata do e kenë temperaturën, do e kenë dënimin shumë më të madh ditën e Kiametit me lejen e Allahu xhel. Ebu Hurajra thot radhiyallahu anhu, ishim në Khaybar. Edhe pejgamberi sa tha për njërin që ishte prezant luftë, mbetej, para mendon e ka dhënë njërin mbetej. Tha pejgamberi sa tha, ky tha është prej banorëve të zjarrit. Sahabët normalisht ka thonë pejgamberi besuan, ndërkohë filloi betejë. Ky është më i dalluari në mesin e tyre. Sahabët kur e pan që ky po lufton si trim, që as tjerë nuk luftonin sikur saj, thanë po ja Rasulullah, tha ky person po lufton, edhe po mundohet. Pejgamberi sa do thotë normalisht nuk e ndryshoi mendimin e tij. Sahabët filluan që të mendojnë mos vallë pejgamberi sa ka gabu, edhe pse normalisht ata e kanë binjën se pejgamberi shefon është e vërtetë, nuk ka mundësi me dyshim, po ndonjë kur e shef ashtu atë person u çuditën kur pasi që luftoi edhe u plagos disa menduan që ndroi jetë, po kishte pas mbet gjallë. Erdhi nata, dhembje të mëdha. Shkaku i dhembjeve shkoi e mbyti veten e tij. Bëri vetvrasje. E atëherë tha pejgamberi sa Allahu ekber. Allahu tha është i madh, tha dëshmoj që unë jam robi i Allahut edhe i dërguar i tij, edhe pastaj e urdhëroi Bilalin, edhe i thiri njerëzit dhe ju tha, nuk hyn xhenetin e Allahut vetë ai i cili është musliman. Dhe se Allah do ta ngritë këtë din qoftë edhe me një njeri i cili është mëkatar. Ky njeri i cili e mbyti veten, realisht ky person çka ka pas? Ky person nuk ka mund të qëndrojë dhembjeve që ka pas. Ka qenë i pakënaqur me saktimin e Allahut. Te synimi i tij që ka dhënë betejë nuk ka qenë kënaqësi e Allahut. Ka qenë për shkak që vetë thjesht duket përpara njerëzve, që duket që po lufton, edhe duket që është trim. Mirë po realisht nuk ka pas një jetë për Allah. Një jetë i tij ka qenë do thotë kredi diçka tjetër. Ky person e ka pasur emrin Kuzman ibn Harith. E ky person ndroi jetë dhe pamëse me përgëzoi me xhenem prej kësaj dunjoje. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ndalonte shokët e tij që t'i nderojnë fisnikrojnë hipokritët. Abdullah ibn Burejda tregon për babën e tij Burejda radhiyallahu anhu se pejgamberi Allahu azza wa jall ka thonë mos i thuaj munafikit hipokritit zotëri. Mos i thuj o zotri, një hipokrit i kullum me hipokrizinë e tij, sepse edhe nëse ai është zotri, vetë se ju e keni zemëruar Zotin tuaj. E disa prej dietarëve kur e kanë komentuar këtë hadith kanë thonë që nëse është zotri me të vërtetë, nëse është ai i cili është udhëheci, kryesori i Paris ose i fisit ose i shtetit ose kujt, ju edhe ai nuk jeni të barabartë. Ti je besimtar, ti i devotshëm, ai është hipokrit. E disa kanë thonë që ati nuk i thuhet zotri, për shkak se ai nuk e meriton, sepse ai është hipokrit, edhe ti je me një botë tjetër, ai është me një botë tjetër. Ndalohet respektimi i tyre, ndalohet madhërimi i tyre, që ti thuhet atij zotri. Mirë po sjellja e mirë nuk ndalohet me të, për shkak se mirë edhe but me ta. Pejgamberi asnjëherë nuk ju ka dhënë pushtet. Kjo është shumë interesant. Asnjëherë kur pejgamberi Allahu xhel hipokritëve që i ka ditën me hipokrizinë dhe kanë pas përshkrimet e tyre, nuk ju ka dhënë pushtet. As te pasuria, kur ka qenë pyetje mbledhje tubimi i pasurisë, nuk i ka lënë atë. As nuk i ka angazhuar me udhëheqje. Mbetej, e mirë asnjëherë kur. Në gjykim mes njerëzve, asesi nuk kanë pas pozitë shteti. Kanë qenë mos e thjesht. Për shkak se prezenca e tyre në ato vende ka qenë shumë e rrezikshme. Legalizohet e dyta, normalisht fesat, se synimi i tij është prishje. Pamësem asnjëherë bile as imam nuk i ka qit namaz. As imam nuk i ka qit namaz. Nuk i kalon për imama. Imama kalon që dërkan. E do thotë që çështja është e rrezikshme. Hipokritët e sotit janë më me shërt mall se sa ata që kanë qenë më herët. Hudhayfa ibn al-Yaman thotë hipokritët e sotit janë shumë më të rrezikshëm se sa në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hudhayfa para më ka jetuar me pejgamberin pas vdekjes ka thonën sot në atë periudhë që kanë qenë pas pejgamberit shumë më të rrezikshëm. Po sot pse janë më të rrezikshëm?
Për shkak se thonë kohën e Pejgamberit sa e kanë fshehë hipokrizinë e tyre. Kurse sot e shfaqin haptasi, e shfaqin media, e shfaqin gazeta, e shfaqin televizor, e shfaqin debate, e shfaqin emision. Jo të pasoj thotë jo, se kanë pasur qëllim. Unë jam musliman vet, pse më fol keq për musliman, jo, se kanë pasur qëllim. Beton, një sikur se hipokrit. Po e religion, ata hipokrit. Ky është qëllimi i tyre. Ata thjesht nuk e duan të mirë, nuk e duan Islamin, nuk e duan musliman, andaj kujdesoni musliman. Lexoni për ta, mësoni për ta. Tash e poshtë një libër që kishte pasur lidhje u xhallarëve të Shqipërisë, dhe botimi i dytë se e di çaj u kanë marrë për hipokritët që Allah i përshkoi në Kur'an, libër i mirë. Nëse e gjeni mend lexoni. Lexoni për hipokritët, mësoni për ta. Dalloni kush janë ata, mos u mashtroni me ta. Pavarësisht interesave tua, le të jetë interesi i Islamit më i madh se interesi jot personal. Mos i ndiqni ata, mos shkoni rrugëve të tyre, mos i ndiqni mashtrimet e tyre, për shkak se ata premtojnë, nuk realizojnë. Ata flasin gënjejnë. Ku i besohet një amanet, një pozitë në pushtet, ata tratojnë, nuk e mbajnë kurrë asnjëherë. Prandaj mos ju besoni dhe mos shkoni pas atyre. Ibn Kaimi thotë, Kur'ani gati sa nuk ka fol krejtësisht veç për hipokritët. Për shkak se 17 sure kanë folur në Kur'an për hipokritët. Sure që janë Medinës. Që normalisht hipokritët me kes ka pas. Po flas për atyre që janë njohur si musliman. Hipokrizia është shfaq ku në Medinë, sepse përmendën në shkakun fillim të ligjëratave ku tham kur ata janë të fuqishëm e shprehin kufrin e tyre, s'ka nevojë për hipokrizi. Kur ata janë dopt edhe muslimanët janë të fortë, atëherë do të shfaqet hipokrizia e tyre dhe thotë Pejgamberi se me hadithin transmeton Omeri radhiyallahu anhu, ajo që më shumë t'i frikojnë për ummetin tim është çdo hipokrit i cili është i dijshëm, gjuha e tij është gjuhë e dijshme, orator, dije ka, dituri ka, e shpreh diturinë e tij, po zemra e tij është bosh, ndër ka veç se hipokrizi. Elus Allahu subhanahu që Allah juzet na mbrojë nga hipokrizia. Elus Allahu që Allah juzet na mëshirë na falë, dhe të na shtojë imanin edhe të na shtojë bindjen ndaj Allahut që na bëjë musliman ashtu siç do Allah juzet. Hakikat, jo musliman të rrejshëm, tymin islam komplet me zemrat e tona dhe me gjymtyrët e tona, jo vetëm se me gjuhët e tona. Dhe elus Allahu na shtojë na të bëjë sot këtë vend, na të bëjë xhenetet e tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.